Po, doktorish, pacientat të cilet po na ndjekin dhe pacientat të cilet kanë sëmundje të tiroides që janë të ndryshme, janë të shumë, po me që po flasim dhe po e ripotencojmë Hashimoton, a mund ta bënë fotobiomodulimin apo këtë trajtimin me laser të gjithë pacientët që kanë Hashimoto, apo ka specifik për shembull ata që kanë noduse në tiroide ose problematika tjera shtesë që përfshihen në tiroide? Në studimet më të gjata deri tani që janë bërë, dhe ato janë thash të Brazilit, është pa që nuk ndikon në përkeqësim të noduseve, dhe në periudhë 12 vjeçare, as nuk kanë pas rritje, as nuk kanë pas alterim ose ndryshim të natyrës prej beninje në malinje të noduseve. Do më thonë, faktikisht kjo neve na lejon që edhe kush ka noduse të cilët kanë natyrën beninje, lirisht me mujt me bo fotobiomodulimin.